Ajo çfarë neve kemi nevojë, edhe gjithë secili prej nesh ka nevojë, është të marrë faljen nga Perëndia, të ketë favorin nga Perëndia. Edhe si e merr këtë? Vetëm nëpërmjet Jezus, vetëm nëpërmjet Krishtit neve kemi bekimin e madh që të vazhdojmë edhe të jemi të denjë. Tek Luka kapitulli 18, vargjet 13 dhe 14. Nëse e mbani mend këtë shëmbëltyrën që Jezusi tregoi, ishin dy veta që shkuan në tempullin e Perëndisë që të luteshin. Dy njerëz, vargjet që le të lexojmë te vargu 10, që nga vargu 10. Dy njerëz u ngjitën në tempull për të lutur, njëri ishte fariseu dhe tjetri targamledhës. Fariseu, si punë e këtij që kishte një 20 vjet, ishte krishter. Fariseu rrinte në këmbë dhe lutej në vete kështu: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitçar, të padrejt, kurorshkelës dhe as si ky targamledhës. Unë agjeroj 2 herë në javë dhe jap të 10-ën e gjithçkaje që kam. Dhe targamledhësi rrinte nga larg, dhe as i guxonte t'i çonte syt drejt qiellit, po rrihte kraharorin e vet duke thënë: O Perëndi, je i mëshirshëm ndaj meje, mëkatarit. Unë po ju them, thot Jezusi, se ky dhe jo tjetri u kthye në shtëpinë e vet i drejtësuar, sepse kushdo që lartësohet do të përulet, dhe kushdo që përulet do të lartësohet. Qofse neve dëshirojmë të kemi marrëdhënie me Zotin, këtë lloj fryme duhet kemi, për ulur. Nuk kemi nevojë neve ti numrojmë Zotit të mirat, veprat e mira që kemi bërë, edhe të tregojmë Zotit se çka kemi arritur. Zoti tashmë e di.